أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, e dërgojmë lutë Allahun që të na i pranoj ibadetet e ditës së sotme në këtë ditë feste të Kurban Bayramit. Ne filluam të flasim edhe në dersin e Bayramit rreth asaj se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka dallu familjen e tij me asgjë, as në aspektin e fesë, as në aspektin e dunjas. Në Islam nuk ka baba, nana i pejgamberit. Në Islam ka rob i Allahut. Në Islam ka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. S'ka palavra tjera. S'ka hiç. Për marrë në punë djalin e veteranit, për marrë në fakultet djalin e këtij, për marrë djalin e atij. Ke bo çka ke bo për vete. Do të shpërblehesh te Zoti kur gjast hup. Tham, djali Nuhit alayhi salam ka shku në xhehenam. Po djali pejgamberit hiç s'ka lidhje. Hiç s'ka lidhje. Gruaja Lutit alayhi salam ka shku në xhehenam. Baba Ibrahimit alayhi salam ka shku në xhehenam. Axha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Abu Talibi që i ndihmoi ka shku në xhehenam. Qysh pra ta akrabat e pejgamberve? O vëlla, kuptojeni sen, te Zoti nuk ka ngjofsi. Te Zoti nuk ka ngjofsi. Te Zoti ka rregull. Prandaj në Islam themi kjo fe nuk është të kërkuj, po është e Allahit. Kush e merr, bojrëm. Kush se merr, nuk ka problem. Qysh s'ka problem? Jo, s'ka problem për neve. S'kemi çam i bë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur është shumë e ka munu veten për njerëz. Shumë e ka munu. Shumë gajlu për popullin që s'po pranojnë Islamin në Mekë. Shumë. Por Allahu xhalleshanu dikur i ka thonë leje, ka thonë atë çka? Hec ik pi këtu. Ik, bën hijret. Ik. Shkon në Medinë. Po ç'kjo populli jam, qyteti jam, njerëzit e mi, akrabat e mi, çtu jam rrit, çtu i kam kujtimet. Po nuk janë të dashur. Shko dikun ku Zoti çdo sene ka me plan, me dije. Shkon në Medinë, ku po të dojnë, ku po të presin. Shko. Edhe nga mërzia madhe që s'pe pranojnë Islamin, Resulullah sallallahu alaihi wasallam filloi me, pa thamë kështu unë tash, po e shprej me një fjalë, me shkatru vetin, me qenë helaç veten. Allahu xhalleshanuhu e këshilloi në mënyrë urnore. Fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat. Mos e ço veten tonë në shkatrim. Mos e muno veten tonë te imase. Nalu, gajlahu për ta, po jo me shkatru veten. Ja e ledhina amenu alejkum anfusakum. Allah ka thonë në një tjetër, o jo besimtar, këshirë në veten. Çka për qëllim këshirë në veten? Mundoni mi thirr të tjerët në fe. Mundoni deri në maksimum. Kur nuk po shkon hiç, s'po pranojnë ata, çka me bë? Ata këshirë në veten e juaj. Shto në veten e juaj Allah. S'po do baba, s'po do daja, s'po do kusharini, s'po do vllau, s'po do, le, nuk ki qa me ba, a du të me të dhimt. Po bre vallaj, du të shumë me të dhimt. Po jo me shkatru vetën, me ne, tu ka, të nditën të natën, jo. Zoti për të Koran, kush do le të beson, e kush do mës të besoj, le të mohoj. S'ki që e banë. Ama, kjo nuk është arsye që na mos më munum, kemi kujdes. Kemi kujdes. Jo na mos më munu, na më mundu deri në maksimum. 950 vjet Nuhi alayhi salam po e fton popullin e tij në fe. Edhe kur po vjen urdhni
që ata nuk e pranojnë islamin, tash banu gati për me hyp në anije dhe mi shkatru, po i thot Nuhi a.s. Allahu Gjelleshanuhu, o Zoti jam, prit bë edhe pak. Prit edhe pak. Helbete mos rasisht, mos po bon musliman. Kur po i vjen përgëzuesit dy melekët, Ibrahimit a.s. edhe po përgëzojnë me djalin Ishakun. Subhanallah, në plesnin e thellë, gruja vetë kër e niti këtë lajmë, kuku bani, kuku për mund, që ka jenë të thonë këta, ku shënë këta njerëz? Fasak këtë veç, e ku katë ke kuku ftyrën. Ndër lajmët që ja dhanë, i thanë këna ardhë, ty këtë lajmë me të aprunë, nesër këna me shku te Luti a.s. me i kalzu që këna me ashkatru popullin. Ibrahimi a.s. tha, është atje Luti, është ty u bot davet, apo prit një bre dhe pak se ndoshta mos po udhëzohet dikush. Ata i thanë me lekët, në adin kush atje. Edhe ka urdhën e Allahit s'ka më me i vonu. Pra mu gajlu den maksimum. Por me ditë që nuk ka intervenim në urdhnat e Allahit. E kuptum që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mujt me i dallu familjen e tij me kurgja. Keni kujdes të dashur vëllezër, e kemi thonë, po e përsërisim. Prej gabime më të mëdha që e bëjnë njerëzit të na, që i kanë inshallah niyetet e mira, unë i kuptoj. Por niyeti i mirë nuk të arsyeton gjithmonë veprat, nuk të arsyeton. Unë më uqu edhe me vjedh bankën. Me çfarë niyete? Me unimu fukarave. Po s'ban, po në kam niyetin e mirë, po nuk ban, se puna e keqe. Ose ai tjetër shkon lunë lotë. Thot, mos po fitoj, kam e mersh një xhami me çato parë. Na i them s'ban. Ai tjetër thot, të mira me drogë. Edhe të fitoj pare, gjysat e saj kam unimu fukarave. Se filozofia e shitësve të drogës, a di me çka arsyetojnë ata vetëm. Ata thonë, nëse unë nuk shes, ka me shit dikush tjetër. Ka me shit, ashtu kështu do të shitet. Bile unë po bom pasonik. Ajo ka më shit. Kush po blen, thot, po unë s'pe detyroj me ble. Apo e të arsyeton vetëm. Nuk të arsyeton niyeti i mirë veprën e keqe. Nuk të arsyeton. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pat martu vajzën e vet Fatimen me Aliun. Ishin kushtet e dobta ekonomike, të dashur vëllezër, po folim kushte kur ju që jeni më të vjetër i keni mrrin gjyshet tona, kur kanë bajt me shpin drum, e me shpin kanë bajt bar, e kanë shku, kanë punu kallamoqin, e nuk kanë pas mundësi me marrë kos me vete. Po foli për ata më të vjetër, kanë marrë ajran, kumësht, ana jonë i thojmë, kur e ke qelat shishe, si e shfep, si për pak ta kam shu Turinit, aja, kur ka baja, qatë që konë, subhanallah. Na kena mri atë kohë, ju bat vjetrit, halo ma shumë se une. Kena mri kohën kur e këndash me rujt një diqka për me shit me ble diqka tjetër, e ke pas ndoshta mollën, dardhën, rushin, ndoshta në i kohë kur ke mujt me hangër aty këtu, e ke pas një kafsh të im, dele, dhi, je detyru me shit, një veç me shit, për me bo një diqka tjetër, me shit blej. Na po folim për kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, para 1400 vjetë, çfarë kushte kanë pas ato gra, ato nana. Pastaj qohen disa muslimane, vajza, që i din do hadithe mirë dhe kjo le tjetë tërhekje e vrejtjes përmes kamerave, se gratë janë të nani këtu, po përmes kamerës, edhe ne imsojnë neve, apo imsojnë disa hadithe, ku aty ne u konvenojnë ato hadithe. Ditë sot hadithe,
thotë nuk shkruan kërkun që unë kam bargjë me respektu edhe me jetu me vjerri. Mashallah. Mashallah. Këta ditë ka nija e mirë. Asaj pja mërmenja që ashtu. Hoxha, kam obligimun me i këqyrë vjerrinë me jetu me ta? E ka një, si pasaj e ka ledzu këta. Sepse nuk e dim ma shumë fenë se sa kaq. Po mire vajze bekume. Po, kur po del ma djalin me pa ti, a din që po i lyp kusht, po i thu mu me ma vleni banes meher për lyp meher banesën. E qëta, a i ke ledzu që gratë e sahabëve ju kanë qitë kusht burrave tyne, mi e ble burrat ka një banesë. Jo, këto se ka ledzu, se s'pi konvenon. Dhe më thonë, këtë merë për lyp, a kanë lyp sahabijatët. Kër janë martu, në shpinë e Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, 3 mujt ditë ka ndodhë, nuk është dhez asë njëherë zjarri. Pse? Për arsye se s'kanë pas qka me zi, jemek. Qka me bo? S'ka. Kanë hangër, ka 2-3 hurma, edhe kanë i 3 ujë. E nëse ju se pas këtë obligim, pas këtë ledzu që se keni obligim, dhe pëtoni mu konë fetare, ju gra, ju vajza që pëtoni mu martu, a pëtoni fetare, s'pas ka obligim me këqyrë vjerrin, atë nuk është obligim edhe me t'i plëcu, edhe me lypti që ato kushte, pasaj tjetra, nëse bëni fen taman, bëjeni në kreta aspektet. Gratë e sahabëve, kërë ka marra i grunë e dytë, s'ka bon zoja. Tia, jenë gjendja, i shdo kërdon sytë aty, si dreqe. Jo, ti qesim kretë. Ti qesim kretë tavolin. Jo veç ka të konvenon. Feja nuk mirët, diçka me marë, diçka me lonë. Si këqyru në vjerrit. Ka kjo moda kuj është kjo? Ka hemertja djallë që ka bon nana, baba, kanë rritë për gazepe. Dhe tja që të kusht. Banesën me tablet ty në filan. Pastaj vështirësohet martesa halal. Jesin djemë të ri ka 30 vjetë. Vajzat ka 30 vjetë. Pa martu. 32, 35. Qoni të hoxha më ju frynë. Mos ka ma gjithë qika, s'ka kur gja. Qika. Po qika për lyp kushtet që ka me metë pa martu. Kur është martu Fatimje me Aliun radiallahu anhuma, kur gja s'kan pas mas shpirtit. A dini ku kanë fjetë vllazni? Pasha Allah në transmetimi, po dhëtë, para me është. Po du mja atyne që Imam Ahmedi e shënan, vëllimi parë 106, në tokë kanë fjetë, në tokë të Zotit. Sa që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka qujtë Aliun, kër e ka patur fjetë në tokë Ebu Turab, baba i dheut. Mena që thëmë bota, dheju, ju kanë gjitë në për trup, në tokë të Allahit. Qashtu e ka pranu Fatimja. Nuk i ka qitë kusht e banes për lypi ato këta. Vetëmi kusht që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përmend për martes djemët edhe vajzat, nga një djemë. Kur t'ju vjen dikush, me lyp vajzën, me fen edhe moralin e të cilit jeni të knaqër, ka moral, ka din, jep jani, mos lyp një kushte tjera. Ka pas kushte përpara që ata zotnit, në thojza, si kanë qitë vajzat për katunit vetë, s'kanë marrë vajzat për katunëve të huja, se dhe mas largë ta, e kanë konsideru kategorisë dytë një njeri cili shkon largë. Qarin këto kushte? Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend 4 sebepet kryesore me cilë apo për cilat martohet femna. Edhe në fund ka thonë lypët vajza për fenë e saj. Kjo edhe djali, edhe kundërta, se çka në shariat çka përmenden hadithet për femna, vlen edhe për meshkuj. Çka përmenden për meshkuj, vlen edhe për femna, përveç
nëse vjen një sebeb me nxjerr këtë rregull të përgjithshëm me veçu. Kur ta zgjedh për din, kjo është kushti i vetëm që duhet me kqyr. A ka din? A ka tut Allahit iman? Që ajo iman, pastaj duhet me ndjek rrugën e Fatimës, radiallahu anha, qatë shumë ka punu, e ka pas atë mullinin, gur poshtë, gur në altë. Nga një djemë të ri, se dina të shka mullini ju, menoni në i restorant që ka një mullini, pale që ka menoni ju? Menoni që gjithë bukat ka arë të shpia, para me nda, ta bjen bukën të shpia, millin të shpia sot, ta bjen, hazër sot, kanë marrë ata grunin, kalamoqin, njerë kanë shtyp kalamoqin maj madhë që konë, dy që kanë shtypa me gura, me nej qekeqa, me diqka, pastaj që aty që guri për mi, e kanë qitë kanitro, edhe ka pas një drung, qërin në për televizor, gërë, qështo. Edhe Fatimi radiallahu anha, durët ju kanë bo, gjak ju kanë bo, të punu, vajza pejgamberit, alayhi salatu wasalam, që Allahu Gjelleshanu i ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a bëdën me ta bo, ku të prej këti mu bo dukat? Ka thonë jo, po du mu konë robi thjesht. O bo gjak, ka bajt me shpin uj, ka bajt për shumë largë. Edhe njëherë prej herëve i ka thonë Fatimja burit vetë, o Ali, kam dëgju që i kanë ardhur do pasuni pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe shërptore kështu me radhë. Shko be thalë thuj babës, le të na bjerë një shërptore ose shërptore me mnimu pakta se u shkatrova. Shko moshuj atje larg, e shko bën këto punë, kreta punë të shtëpisë se Aliu i nxanën me davete, me lufta, me sene, edhe ai po punon sa po mundet. Ai shkon te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kur afrohet, i thot i vjen marr Aliut. Me lyp kushte. Tha jo, kur gjë veç ku marrë me të pa. Rënë aty edhe kthehet. Thot, tha vallai smujta. Mardhmare. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e morë vesh që ka ardhur për diçka, shkoi në shtëpinë tyne, i gjet që kishin ra me pushu. Cakati tha jam baba, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata deshtën më qu. Tha rëni mos luni, rëni që aty në shtrat, ku jeni? U ngushtun pak po najtën. Hini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qeli derën, shkaj ja vu durt te kryt, dëve. Edhe Fatimës edhe qikës vetë edhe Aliut. Po thot, subhanallah, transmetimi, e këshim pas një organ të leckosur, sa kur e mlanin derit të nalt, gati derit e gujt ju shploshin kamët. Për funit toka e Zotit, dhe i Zotit. Vlazni, vajza pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha, ke Aliu sot po së më tha kur gjo. Baba e merë vesh e vladin. Tha, po bab, Fatimja, kështu, tha, dur, tha më kanë. Tha, vallahi, tha, nuk muj me të dhonë ty para tjerë, voj bjeja me. Kretë kur tira ato e tjerë, të funit jeni ju. Pa aty mësej, tha, diçka ma mirë se sa shërptorja. Qka? Tha, kur të bini me fjetë qështu, thani 33 herë, subhanallah, 33 herë, elhamdulillah, me një transmetim 33 herë, Allahu Akbar, duan Allah thënon, pasaj la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, mu bani qenë, e me një transmetim 33 herë, subhanallah, 33, elhamdulillah, 34, Allahu Akbar, 100 mi bo. Tha është ma mirë kjo, se sa shërbëtori edhe qka po lypni ju. Dhe më thanë, ulemat kanë thonë një prej sebepeve që Allahu Gjeleshanu me të dhanë forca fizike, me të nimu, është që kur bjen me fjetë me ba dhikrin e gjumit, me raj qetë edhe mi ba të spet kret në fund. Pra, ishte tema që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë pejgamber, nuk e ka dallu familjen e vet, as në aspektin e fesë, as në aspektin e dunjos kur gja. Prandaj kushdo që është avokata, gjykatësa, mësuesa, hoxha, çka to, nuk ka dallim, kret njerëzit e Zotit janë të barabartë dhe nuk bën me e dallu askënd me asgjë. Lutë Allahun që të na falë, na udhëzojë, na përmirësoj. Walhamdulillahi rabbil alamin.